Jusuf Zalli, përshëndetje zoti Sali Berisha, unë jam Jusuf Zalli nga Dublini i Irlandës. Vi në çdo protestë që ke bërë për të pyes më 17 prill, a do të rrim në shesh sa ta largojmë me të gjitha aleatët se Edi Rama ja ka shpif gjithë popullit shqiptar edhe në përbot. Njëherë një mirënjohje të pakufishme, Jusuf, për ty që vjen nga Irlanda në protestë. Shumë mirënjohje. Ne do bëjmë gjithçka për largimin e tij. Dhe Partia Demokratike nuk përmbush misionin e saj në qoftë se nuk largon Edi Ramën që shqiptarët votojnë të lirë. Dajona Ruka, doktor përshëndetje, çmimet janë çmendur. Paratë e rrogës nuk na mjaftojnë as për gjysmën e muajit. Ky i gjati në 2013 premtoi uljen e TVSH-s për çmimet e shportës në 6%, si dhe uljen e TVSH-s për energjinë. Ndërkohë, të gjitha janë rritur dhe asgjë nuk po indeksohet. Partia Demokratike çfarë do të propozonte në këtë situatë? Faleminderit. Partia Demokratike si shqyrtoi problemin e naftës, po shqyrton këto ditë dhe do bëjnë do paraqes para qytetarëve platformën e saj për sa i përket ushqimeve të shportës. Unë të garantoj si hap i parë do t'jetë ulja e TVSH-s në 6% për të gjitha ushqimet e shportës. Dhe kjo është bërë e domosdoshme. Sot ky flet këto kohë se ka rritur rrogat. Çfarë del nga rritja e tij e rrogave? Nga rritja e tij e rrogave del se rrogat në Shqipëri janë përsëri më të ultat në rajon. Në një kohë kur ato ishin më të lartat në rajon në vitin 2013. Në një kohë kur Maqedonia ka TVSH në ushqimeve 6%. Dhe i ka ushqimet shumë më lirë. Kosova i ka ushqimet shumë më lirë. Është e domosdoshme një ulje e madhe e TVSH-s në të gjitha ushqimet e shportës. Dhe kjo do të ndodhë. Gëzim Brunga. Përshëndetje doktor, për te vjedhjeve dhe çdo ide realizon Rama në dëm të popullit shqiptar, a do të arrihet që në zgjedhjet lokale të japim një kandidat për të marrë në duar qeverisjen vendore, mbas dhuratës që në 2019 Partia Demokratike e atëhershme i dhuroi bandës së rilindjes? Do bëjmë gjithçka për të paraqitur shqiptarëve kandidatët më të mirë, më të pëlqyer, më të aftë për ta. Wesley Arben Shurdho, doktor Berisha përshëndetje dhe respekte. A do të ketë lidhje numri i bashkive me reformën e re territoriale, e cila të ketë prioritet sa më afër qytetarëve me reduktimin apo përgjysmimin e punonjësve fiktiv, patronazhistëve, të cilët nuk shkojnë në punë, por vetëm firmosin në bordero dhe përdoren vetëm për presion ndaj qytetarëve për zgjedhje. Faleminderit. Faleminderit Arben për pyetjen. Duhet t'u informoj se Komisioni i Reformës do të fillojë digjesat publike. Zoti Luciano Boçi ka shpërnda platformën për debatin publik dhe jam i bindur se edhe në zonën tuaj do zhvillohet ky takim dhe do merren gjërësisht mendimet e qytetarëve. Ne pa diskutim që në projektin ton kemi si qëllim të ofrojmë shërbimet qytetarit. Ky do jetë parimi themelori yni. Sikundër, në rast se kujtoj Arben, kur Edi Rama me një trëndlapsit për qëllime elektorale dhe për qëllime antishqiptare në mënyrë që të shpopullonte Shqipërinë, kaloi nga 410 bashki dhe komuna në 61 bashki, u tha shqiptarëve se ju hoqa
nga shpatullat mira, 10 mira rrobtar, që si parazit pagueshin me taksat tuaja. Cila është e vërteta, Arben? E vërteta është se sot numri i rrobtarëve të njësive të qeverisjes vendore të pasgjedhura nga qytetarët është minimumi 2,8 herë më i madh se sa që ishte kur ato zgjidheshin. Pra, u krijuan një ushtri patronazhistësh e cila rjep qytetarët me rrogat e tyre dhe nuk u ofron asnjë shërbim, nuk u ofron asgjë. Kështu që, duke vendosur këtë kriter, ne do marrim mendimin e qytetarëve, ne do jemi transparent Arben para të gjithë shqiptarëve se cili është projekti ynë, natyrisht Edi Rama që përdori 83 mandatet e krimit për të mbrojtur vjedhjen dhe shpërdorimin e të paktë 1,2 miliard eurove që si shta prokurori Lubi Balluku meritonte 36 vite burg dhe që në fakt i meritonte po aq Edi Rama më shumë sepse dosja është absolutisht simetrike, madje mbi simetrike sepse është më e madhe pesha ose përgjegjësia e Ramës në dosje direkt, kështu që nuk besoj që ai të ketë normen të pranoj, por ne projektin ton do ta bëjmë dhe do ja paraqesim shqiptarëve. Doktor Adelina Dragoshi, doktor përshëndetje, dje me pensionistët, Rama tha që shqiptarët marrin 11.000 euro për frym. Nuk e di si mund të jetë njeriu kaq mashtrues. Faleminderit. Ky është një Adelina, do më falësh, po unë e kam thënë disa herë, nuk më vjen mirë që këtë nuk më vjen, ai meriton çdo epitet. Por mund të themi gjë që në mënyrë absolute. Njeri më ignorant për sa i përket qeverisjes nuk është ul kurrë në atë karrige. Në qoftë se të kujtohet Adelina, ky kur shkonte në fushat elektorale, shkruante në plam dorës termat GDP, termat GDP për frym, e tjerë me radhë, sepse nuk i dinte. Ky në radhë të parë nuk ka asnjë ide se çdo të thot GDP per capita, se çdo të thot GDP nominal, se çdo të thot me power purchasing, dhe se sa pasyron ai të ardhurat që marrin qytetarët. Pra, po, Shqipëria ka një rritje, që ta dinë shqiptar, 3.sa% dhe kjo rritje që përkthehet apo shprehet ta supozojmë në kaq mi euro të ardhura për frym, këto të ardhura shkojnë rradh parë oligarkëve. Imagjinoni tani ju. Krye trafikanti i drogës me 6 miliard euro i fund dhe i shtonë në ndërtim dhe ato u quhen ju të ardhura për frym. Ju s'keni asnjë përfitim përkundrazi. Ju dëmtoi shumë nga kjo. Pse dëmtoi? Sepse ai përveç tjerash blen katët me çmime stratosferike. Përveç tjerash shkatron importet, shkatron prodhimin në vend. Importet rrisin çmimet. Pra, nga kjo rritje, ky lloj rritje që ndodh, është një rritje pa frut. Është një rritje që disa i çon në qiell me pasuri, kurse të tjerët i lënë për tokë në varfëri. Dhe nuk ka dhe ky që e përdor, marrin pak më, po ky është thash, nuk ka as nocionet më elementare. Do jap 2 dhëna tjera. Ç'a ndodh në këtë rritje?
rritja ekonomike e Shqipërisë duhet ishte produkti i ekonomisë shqiptare. GDP-a, rritja e përgjithshme, nuk është produkti i ekonomisë shqiptare. Vetëm 49% vjen nga ekonomia. Nga vjen tjetra? Tjetra vjen nga taksat e larta, nga përqindja që u merr në çdo kilogram vaj, në çdo ilaç, në çdo gjë me TVSH, dhe nga taksat e tjera, nga 1.1 euro që merr për litrën e naftës. Në një kohë kur në vitin 2013 paguonit taks qarkullimi 7 lek, sot paguon 28 lek. Nga vjen kjo rritje? Vjen nga ndërtimi, undala, i cili vjen nga parat e drogës. Po ka dhe një aspekt tjetër që duhet ta dinë shqiptarët. Investimet e huaja. Ky është një mashtrues i pa skrupull. Edhe instituti i tij informon se investimet e huaja në 2025 në arritën në 1.6 miliard euro. Rekord. E vërteta është që është një mashtrim, është një lloj si eksportet. E diç bëri filloi me Baku, kur Iran eksportet, quhen të eksport naftën që sillte Kosova në Durrës dhe e kalonte në Morin. Dhe këte quhen të eksporte dirama. Ajo importohej për Kosovën dhe delte se Shqipëria po eksporton të naftë, gjersa qeshi gjithë bota me te dhe e la. Edhe këtu tani, vim të investimet e huaja. Si janë këto? 800 milion. As një qindar këtyre s'është e huaj. Janë kompani të huaja që punojnë në Shqipëri dhe që investojnë parat e tyre për zgjerimin e kompanisë në Shqipëri. Pra janë parat mirëfillta shqiptare. Nuk vjen asgjë nga bankat, as kapitalet e krijuara jashtë Shqipërisë. Nuk janë investime direkte, siç ishin Tazam investimet që bëheshin për Tapin, siç ishin investimet që bëheshin për hidrocentralin e Devol, të Moglicës dhe të Banjës, siç ishin investimet për hidrocentralet e Fanit. Pra, këto investime nuk vinë nga jashtë. 800 milion janë të brendshme. Ky quhen të jashtme. Pse i quhen të jashtme? Sepse pronarët mund të jenë emra të huaj. Së dyti, nga ato që mbeten, çfarë ndodh? Prisni. 30% janë blerje dhe ndërtesa nga kosovar, nga shqiptar nga Maqedonia, nga jo shqiptar në Shqipëri. Sa japin punësim ato, më thoni pak? Është forma më rudimentare e punësimit që japin ato. Maksimumin punësoj një njeri për t'ja ruajt villa apo apartamentin apo asgjë. Pra, u bën 80% pa frut, investime pa frut. Mbeten gjithsej 18%. 18% janë nivele katastrofale investimi, janë të barabarta me investimet që bëheshin në vitin 2005-2004 dhe asgjë tjetër. Ndërkohë kur gjatë në vitin 2011 Shqipëria mori 1 miliard e 400 milion investime. Gjatë viteve në vazhdim ishin investimet e Tapit, investimet e kaskadës Devollit, investimet e kaskadës të Fanit, e tjerë të cilët përbënin portofolin kryesor të investime, pra ishin para të huaja që investoheshin në Shqipëri. Ndaj dhe të gjitha ato që thot ai, vetëm një njeri që s'ka ABC-n, nuk ka haberin, nuk ka dhe që e ka pasion gënjeshtën, mund thot se shqiptarët marrin 11.000 euro në vit.